Ajo që po përpiqem të kuptoj është çfarë ndodhi brenda një jave, dhe këtë pyetje kam për të tre, që përpara një jave dëgjonim një Trump i cili thoshte përfundova i lumtur, i ngazëllyer, do thoja unë, një telefonat 2 orëshe me Putin, madje kishim pasur kohë të flisnin edhe për Melania Trump në atë telefonat, dhe pas një jave përfundojmë duke folur për luftën e tretë botërore. Pra, në harkun kohor të 7 ditëve, çfarë ndryshoi mes Putinit dhe Trumpit? Në fakt, unë nuk besoj që ka ndryshuar gjë, sepse ne kemi dëgjuar vetëm presidentin Trump. Po. Kemi dëgjuar atë që na ka thënë ai për bisedën. Dhe 3 herë që Witkoff ka takuar presidentin Putin, ne kemi dëgjuar nga një deklaratë të vogël, po jo deklarata mbi si u zhvillua bisedimi, cila do të jetë platforma e bisedime. Pra, nuk kemi dëgjuar vizion për paqen. Dhe e fundit që ishte që një deklarata më e çuditshme ishte që presidenti Putin e do paqen. Dhe mbas një jave, asnjë javë, presidenti Putin është një çmendur. Pra, unë këtë po them, që qasja e presidentit Trump në 4 muajt e parë është e ndryshme nga qasja që po ndodh tani. Që do të thotë që strategjia që ka ndjekur deri tani nuk ka qenë një strategji e cila mund na çojë në paqe. Ka qenë një strategji që në fakt ka oksigjenuar agresorin, duke mos i vendosur sanksione, duke e përkëdhelur, duke mos e quajtur agresor, për duke quajtur Ukrainën që nisi luftën, duke mos i dhënë ndihmë Ukrainës, duke bërë show me Zelenskin në mes të shtëpisë së bardhë. Pra, kemi një qasje e cila në fakt nuk bëri gjë tjetër, veçse dëmtoi. Unë nuk po them paqen, sepse për mua nuk jemi në momentin e paqes. Paqja ka një teori të tërë se ku ndodh, nuk ndodh në këtë moment, nuk ka për të ndodhur në asnjë në këtë moment, por atë që quhet negociata, uljet në negociata, të palve qofte edhe për një pushim, apo qofte edhe për të pirë një kafe, është e rëndësishme. Në 3 vite, sulm aq i fortë, sa që ka ndodhur këto ditët e fundit, nga Rusia në Ukrainë, pra nuk po flas për fillimin, kur nisi lufta, po në 3 vite një sulm kaq agresiv nuk ishte parë. Unë më tepër atë sulm e quaj, jo sulm ndaj Ukrainës, e quaj një pegmarrje të presidentit Trump. Direkt një javë, a 4 ditë, mbasi presidenti Trump tha, jemi afër negociatave, Putin do paqen. Dhe me njerë ndodhi sulmi më i rëndë, që do të thotë... Që jo, s'është kështu. Që do të thotë, dhe unë nuk e quaj, unë në gjykimin tim nuk është sulm ndaj Ukrainës në kuptimin politik. Ushtarak po, në kuptimin politik, a ishte një goditje që i dha deklaratës ose bisedës, deklarata që i bëri presidenti Trump në lidhje me bisedën telefonike me Putin. Dhe unë është e drejtë ngrihet një hipotezë, cila është e vërteta e bisedave të bëra, 2 bisedave të bëra midis presidenti Trump, 2 bisedave telefonike dhe 3 takimeve të Witkoff me presidentin Putin. E vërteta nuk dihet, ne dim çfarë është deklaruar, po jo çfarë është biseduar. Unë jam i sigurt që nëse nesër Donald Trump flen telefon Vladimir Putin, pas telefonatës do thotë prapë që ky është burri më i mirë që njoh, dhe jemi shumë afër paqes. Sepse edhe para telefonatës javës kaluar, Trump në disa herë tha stop Vladimir, mos qello, mos vrit njerëz, pastaj foli në telefon, ishte shumë për zemër, pastaj u bë prapë i çmendur. Kam shtypur stili i tij i të bërit negociata në këtë rast, dhe stili i tij sepse nuk intereson shumë amerikanëve se si përfundon lufta në Ukrainë. Sidomos Donald Trumpi nuk kam shtypur nuk intereson shumë se përfundon lufta në Ukrainë në këtë rast. Pra në rastin më të keq do shesi armatime amerikane, që është gjë e mirë për amerikanët, dhe rastin më të mirë Rusia do marrë 20% dhe gjithë do jenë të lumtur, thuan këndvështrimin e Donald Trump. Dhe fakti mënyra si ai komunikon tregon që nuk ka ndonjë interes shumë të madh amerikan në Ukrainë. Kujtoj Barack Obama ka qenë president, tha që arsyeja pse amerikanët nuk lëvizën për Krimen, është sepse ne nuk kemi ndonjë interes jetik në Ukrainë, pra nuk do shkojë të luftojë tha me Rusin për Krimen. Kjo kanë qenë fjalë për fjalë fjalët e Barack Obamas. Në të njëjtin nivel kam shtypje mund të jetë dhe Donald Trump në këtë moment. Ndërkohë që nga ana tjetër Putin mundohet të tregojë forcën, sigurisht. Sulmet jo vetëm ky i fundit, po 4-5 sulmet e fundit kanë qenë më të mëdhenj që janë bërë ndonjëherë në Ukrainë. Nga njëra anë lidhen me ofensivat ose mini ofensivat që mundohet të bëjë ushtria ruse në teren, sepse një nga qëllimet është të shkatërrojë ushtrinë Ukrainës dhe bazën industriale armatime të tjera që ka ushtria Ukrainës. Nga ana tjetër mundohet të tregojë që forca është nga ana e Rusisë. Pra Rusia është ai që
në fundit i vendosë gjëra në tavolinë dhe mund të vendosin në fund. Pra, ka dhe një çështje imazhi, po ta njohësh Rusinë, popullin rus, për shembull, kam përshtypjen nuk do të pranonte një marrëveshje paqe në tavolinë me kaq sa ka marrë për momentin. Pse më aq shumë sa i ofroi Amerika? Sepse rusët nuk mendojnë që ka ofruar shumë. Pra ata duhet të marrin më shumë se kaq. Dhe për imazhin e Putinit në mentalitetin rus është që Putin duhet ta fitojë luftën në terren. Oreksi vjen duke ngrënë. Edhe një duhet të kuptojmë, nuk jemi në kohën e vendosjes paqes.